Dhon me kontribu me dhon çka tjetër domethën e fut krejt qenin e vetë mrenda, e fut integritetin, e fut dinitetin, futet me një ide, beson e investon komplet qenjen. Dijet krejt ato që i ka vlerat, me para, me vlerat personale, angazhon komplet rrethin më të ngushtë, familjen, për me dhonë, domethënë tanë kohën për me kriju. E shti krijimtarinë e vetë, vlerën e shtuar me çdo pikpamje, se e ka vizionin, edhe ka besimin, e plot. Edhe nuk niset pikë s'pari për përfitimeve materiale. E llogarit, okej, unë do ta bëj këtë ndryshim. Edhe nuk e llogarit, nëse i bën matematikat dhe materiale. Mirë, po e bën për aspektit minimal. Themi, analiza thot se nëse unë investoj kaq para, për sa kohë unë i kthej ato para, mirë, po e merr elementin pesimist. Nuk niset prej pritjeve të mëdha. E ka vizionin e madh. Mirë, po thot, për me qenë ky biznes, për me qenë ky investim, me pas kuptim, po, e merr variantën pesimiste. Nuk i bën matematikat e tenderave, matematikat e mbështetjes të tjetri, po mbështetet në kreacionin në dijet e vetë. Edhe bën investimin, se e ka vizionin, e ka besimin e plot, edhe thot, vitin e parë edhe vitin e dytë nuk kam nevojë me fitu, edhe vitin e tretë ndoshta, varësisht për ides. Mirë, po e fut komplet vlerën e shtuar që ka brenda. Edhe çka është më me rëndësi, si fitus, me mentalitetin fitus, thot, çka duhet unë me bë me vetveten që m'ia dhon hakun atij investimit të në fund. Edhe kur nuk thot se kom investu shumë. Vazhdimisht thot, unë duhet ma shumë me investu. Për shkak se qëllimin e ka me ndryshu pak ma shumë. Përfitimet materiale, i llogarit maksimale, mbas një periudhe ku ndodh ndryshimi. Dhe thot, okej, por, edhe atëherë, me që qasjen dhe investimit e ka si soi, mes tjerave investon në çka? Në të ardhmen. Investon nevojat edhe kërkesat e kohës dhe të komunitetit. Humbsi shqyqon edhe që atë investim që e bën me bo vetëm për veti. Edhe këto është egoizmi. Shembuj t'i keni gjithandej. Unë mi gjetë në familjet e juja të ngushta pa marrë parasysh për çfarë investimi, flitet edhe për investim biznes. E ne marrim shembull se më shumë të njohim atë. Po, investimi në vetveten. Investimi në tjetrin, me dhon, jo vetëm me marr. Investimi në shoqëri, investimi në komunitet, investimi në shtet. Nuk bujmë ne, domethënë njerëzit e krijojnë shtetin. Edhe ti duhesh me dhënë vlerën tënde të shtuar, atë që e ki për detyrë humane, njerëzore, shpirtënore. S'mundesh ti me llogarit, me bën llogarin, hajde mos bëhem shumë vulgar dhe i keq, po, unë e përveç uniformën se nesër më ne kam me marr. Ajo s'është investim. Ajo është manipulim.
Ajo është keq përdorim. Që fatmirësisht nuk është shumicën, për shkak se masa e popullit, njerëzit, e kanë bërë të kundërtën. Se kanë llogarit hiç, çka kanë më marrë. Për shkak se narrativi ka qenë çka? Çka ka qenë? Liria, u më dhonë gjithçka mi gatshëm më dhonë. Po. E dini, është një anekdotë arabe. Vjen sheiku, thot, du me investu shumë, çka një gjenje me dhonë. Thot, sa kemi investu, valla, ku me investu 100 milion $. Thot, për 100 milion $, unë i jap gjithçka. Gjithçka boj. Thot, okej, ja bën gjithçka, po, thot, ham i syt. Problem? Kemë vërë dhe thonë, humbësit, mediokriteti, masa e njerëzve, këto kemi shumicën, qasi qasje kanë ndaj investimit. Okej, hajta shofim për pikpamjet për krahjes. Si e shef për krahjen? Humbësi, mediokriteti e shef për krahjen si, në më thonë është kërkues. Ti duhesh, më thonë mu. Edhe ti duhesh, më thonë mu. Ti ki për detyrë, më thonë mu. Dhe thëtë, për përkrahjen, thëtë, ti duhesh më përkrah mu. Jo unë me të përkrah, po ti duhesh më përkrah. Në Bosnë, kur e kryin fakultetin, masa thot unë e krya fakultetin, ta shtetin e ta menon për mu. Ata fakultetin e ke kry për ty, sa shka ta menu ty shteti. Ti duhesh me dhonë. E fajesën tjetrin. Për dështimet e veta, e fajesën tjetrin. Thotë unë ti duhesh më përkrah, ti kur gjos bone për mu. Shka bone ti për mu? Po. Patëm shku në pushim, ishim 3 atër, unë isha, sa kisha regjistru fakultetin, mes shkollës mesme, kisha kry ushtrinë dhe shku në pushim, unë e vlau edhe vlau i tjetër. A i vogli, pak i lasdrum, u këthym, ne ishim 15, kalu në bukur, kur u këthym shpip, po pyet baba, nona, si kalu të mirë, këj vogli, tha, hisë ku më kalu mirë. Tha, baba, pse? Tha, unë e se pashi këta kanarën pushim për mu. Këta për ne 2. Në ma e kish kujtu se na kemi shku në pushim për to. Në ma e ka pa për krahjen na që duhet me dhonë për to. Dhe më thonë, tjetri duhet me më përkrah mu. Pa po pyetje, okej, a cila vlera jote në familje, në shoqëri, në vendin e punës, që ty me të përkrah, se me qenë dikushi që je vlera, që ki investu dhe je punëtor i madh. Aha, okej, po të përkrahim, po të uisim lullën për ditë. Ama mentaliteti i humbësit mendon se ai duhet mu knaq, ose ai duhet mu knaq, ama tjetri mja mundësu knaqësin. I bje thu se është mbreti gjitha mbretrive, edhe duhet më ndet gaditu kretë shoqëria. Do të thotë në pikpamjet përkrahjes. Fituesi ç'është mendon? Në këtu në përkrahje është une marrë. Fituesi ç'është mendon? Të kundërtat. Bravo. Jap. Unë kam integritet, mendoj se kam vlera, kam investu në vetë vetëm, jam punëtor, po edhe unë tash jam në gjendje, me dhonë, në çdo pikpamje. Tjetër, çka bën?
jep në pikpamjen e përkrahjes. E shef si përgjegjësi. Mendon se përkrahjen e ka përgjegjësi, se duhet në mision të jetës e ka me dhonë. E ka patjetër me dhonë. E ka detyrim me dhonë. Duhet mi ndet vllaut, familjes, në vend punës, kolegëve, shtetit, mi dhonë, jo mi marë. Edhe për atë bën investim shumë të madh vetë vetën, që me pas sa ma shumë me përkrah dhe me dhonë, me qenë kontribus. Ai që jep, nuk le vend pa dhonë, jo vetëm pare, gjithçka, kohë, çdo vlerë, gjithçka që ka dhe mendon se ka vlerë, me dhonë. Për shkak se mendon se ka bollëk për me marë prej gjithësisë, për krejt universit, edhe sa ma shumë që merë, aq ma shumë edhe jep. Në formë të energjisë, në formë dijes, në formë përkrahje, në çfarë do forme. Do thotë, fituesi është përkrahës i jashtëzakonshëm. E shef veten si udhëhes, si lider në përkrahje. Do thënë është, nuk është shfrytzues, por llogarit veten me qenë sa më shumë i shfrytzuar. Edhe nuk e bën dert pse e ndan dijen edhe jep sa më shumë. Edhe është i kënaqur, është i përmbushur, Vazhdimisht i çon me dhon. E prish rahatin personale për me dhon. Atën njerëz të dalluar atën fituesit. Vazhdimisht mendon në rritje. Thot, okej, unë e dhash, këtë dhash, a mu i me dhonë ma shumë? Po, shka duhet me bo këte? Vazhdimisht mendon si me u rrit, ma shumë me kontribu. E shef si të pakufi mundësine e kontributit. Ju mundi me dhonë edhe shembuj tjerë, për shkak se kjo është të në tema pakufishme, janë infinit, janë pa... së mundesh mi dhonë përfundim. Me dhonë dashuri, me dasht jetën, me dasht njerëzimin, me dasht përparimin, me dasht se cili me qeni suksesshëm, jo me pas gjelozi. Po, për shkak se njeriu që jep, ai do me pa mirë se cilin, gjithandej. Humsi është i kënaqur, thot, unë si kam punë të mirë, po edhe tjetri si ka më mirë se unë, hiç më mirë se unë. Humsi e shef, thot, krejt e shef zi. Terr. Po, hup për hup në të hupin krejt. Fituesi, njëri që është i dalluar, ka mentalitet krejtësisht tjetër. Po sa ka është numri aty në njerëz të botë, pyetja edhe ku jemi ne në atë pikpamje. Nëse keni më shtu diçka mundi lirisht, merrni pjesë, ndihmoni, se kjo është vetëm një pjesë e harxhimit të kohës time për me diskutuar rreth këtyre temave, me ndërlidh vizionet, vazhdimisht lidhet vizioni dhe besimi, vazhdimisht. Këtu s'kemi vizion dhe besim. Këtu s'kemi. Ta përfundojmë edhe me narracionin e fundit. Hajde ta shohim qasjen ndaj pengesave. Si e shohin humsit një pengesë, një problem kur del. Në jetë ju paraqitet pengesa dhe humsi si shef. Edhe një? Do më thonë, pengesën e shef
dëshpërim total. Kretë në baraj. Pengesën e shef si ndërskamse, për mos me vazhdu ma të tje. E ka si pesh edhe arsytim për me dështu. Për mëse marë përgjësi, me thonë ati shka, unë jam shumë i aftë, shumë të isha me punu, shumë kisha vizion edhe besim, ama që mdodhi pengesa, unë urdzova, theva kamën, edhe së me vo kur gjo. Ka një për çdo zgjedhje të gatshëm problemi. Do në vendin e parë e qesin problemin, ose nëse s'ka problem, e kryojnë, vetëm mos me hec, për shkak se se dënë punën, nuk do me investu kur gjo, nuk do me përkra, sa është egoist, edhe çdo pengesë ka vetëm si kecin dheqe për më arsytu më suksesin e vetë. Edhe zakonisht është përgojus, edhe është ankus. E tregon me gisht tjetrin. Do të thot, pengesën e shef si arsy për mos punë, mos investim, edhe humbje të kohës për dështim, edhe thot, krejt bota është e dështume. Mentaliteti mizës. Si mas ati tregimit indus. Ku e shef komplet tërë. Gjithë shka shef për aspektit negativ. Edhe si ti del një penges, shteti ka fajet. Po, baba i ka, po kreti kanë faj. Baba, nona, vllau, rrethanat, vendi punës, partia, po, politika, kreti është penges për njerëzit që kanë mentalitetin e hupsit, qasjes ndaj pengesave. A shka kemi thonë në jetë, i kemi 50-50, i kemi një farë balansi. Kur paraqitet pengesa ose kur paraqitet problemi, zgjidhja e problemit është vetë suksesi. Hajta shohim si e shiqojnë fituesit pengesën, problemin. E marrin si parametër në algoritmin e tyne, dhe më thonë, mësojnë, tjetër. E shofin si dhurat. Aha, se kom dit rrugën dul pengesa, kër e zgjidhi këtë penges, e hapi rrugën shtegun tjetër. Paraqitet sfida dhe thot zgjidhja e sfidës, paraqitet, se kur paraqitet pengesa vetëm tregon se ka hyp temperatura organizmit, edhe nëse ki imunitetin e fort, vetë imuniteti e te i kalon edhe vazhdon organizmi më i fort më të tje. E shef si mundësi, bravo, kush e tha? Ha? Ajo është në titull e tha. Po. Besimi. Po, besimi, në titull, po, titulli e tha. E shef mundësi, e shef si shans për më u dëshmu. Para që thot, have se problemi vogël, e zgjidhim në ato. Dikush thot, ku shka u bo, dikush thot, haj se ja bëjmë qarën. Fitusi, asë një penges nuk e shef si penges. Pengesën e shef si një çështje normale që duhet me te i kalu. Për ndryshen, jeta nuk është një rrugë e asfaltuar e drejt, pa kthesa, pa ndryshim të stinëve, po vazhdimisht bukur, mirë, pa kur farë there në kom, së është jeta ashtu. Ne pse kemi iluzion se ku i futim e jetës do të jetë gjithë shka pozitive, por nuk është ashtu. Zgjidhja e problemit, e pengesës, për fitusin është formula e suksesit. Humsi, me që i mungon besimi, ka një farë vizioni, për ka vizionin të bazumën tjetër. Hajtë se ma regulon vlau, hajtë se regulon partia, hajtë se dikush tjetër, po, kur del pengesa parë,
aty ndalet. Pse? Se nuk ka besim. Në realitet nuk ka çka? Vet besim. Fitusit, pikpamjet pengesave, ata që dallojnë, janë të falenderueshëm kur paraqitet sfida. Për shkak se themi se e kemi pas në vizionin për diçka, po nuk kemi mujt një para pa në çdo pikpamje sfidat, edhe problemet që dalin. Edhe njeriu që ka vizion thotë, po, do dalin probleme, po i zgjidhim hap pas hapi. Kur dalin, me atë mendje që e kam atëherë kur del problemi, e zgjidhim problemin. Mirë, po ka besim plot se e zgjidh problemin, dhe se ki besim plot se e zgjidh problemin, a e zgjidh? E zgjidh. Për shkak se vetë jeta është e krijuar asisoj që kreacioni të vjen në momenti kur mas shumë ti të vjen. Kur ti e kërkon edhe ki besim të madh, nuk ki luhatje. Domthon je i palëkundshëm. Pse? Je i falenderueshëm. Je i falenderueshëm se ti ke nisë me një ide, me besim të fortë. Ka lind ideja. Shqive neve, kur na lind ideja, mendojmë se na ka lind ideja. Na sa të mençur jemi bre, na e mendum ideni. Jo. Ideja të ka ardhur si vizion për x shkaqe. Ndoshta falenderues duhet me qenë babës, nanës, Zotit, se di. Edhe nëse me qenë ti falenderues, thotë, më kujtu diçka. Apo nuk je i falenderueshëm se të erdhi ideja si një ndritje prej, themi, Zotit, prej krijuesit, po thu, mu lindi ideja që sa e bën që jam vetvete, thotë. Ha? Që unë për ju tregoj, unë për ju them, e tjerë. Do të thotë, çfarë ndaj pengesës. Në fund, njeriu që zgjidh pengesat dhe problemet duhet me fitu. Hupsi çka thot? Ti zgjidhe, unë me fitu. S'po muj me bëj çet punë, edhe ne tash si Merametçi që jemi shqiptar, hajt ja bëjmë detyrat. Po në testim hajt ja tregojmë një s'di kur gjë, ja tregojmë hajt se gjëna. Ai depërton ose ajo depërton. Kur ta shet deputet. Kryetari i parlamentit. Hajde, ta përzim pak. Ha? Hajde se gjyna. Ha. Pse e llogarit? Thot, tjetri, vazhdimisht, tjetri duhet me ja kryj punën. Se mu thënë, a pe bon ti, pe boj, thëmë, shive, unë e boj, ama fitimin e marron, të mire mi vesh. Kur ti thu fitimin, thot, ka dalë nëse nashta edhe unë mu i me bo. Po, një me punu, 4 me fitu. Po, hajde me punu 4, një me fitu, hajde, sugar, nashta hat. Ama, s'mundet me majtë shoshnin. Një. Në çdo pikpamje, do të thotë, qasja ndaj punës, investimit, kur dush me dhonë përkrahjen, suportin, kur dush me kontribu, qasja ndaj pengesave, e përcakton bot kuptimin e lirisë personale. Këta njerëz, këta s'janë të lirë, këta janë argat, këta janë ropë, shka dush mund është mjë. Këta unë jam i menqëm se unë s'pune e fitoj, jo. Ti e një ropë, ti e një argat, që se ki kuptu çka është liria. E ke marrë jetën, e ke hargju, kur gjonë dritë s'ke pru, edhe kur dush me dorëzu, s'ki shka me thronë, s'ki shka me tregu. Edhe kur t'i bojnë ato pyetje që dush me bojnë, nuk di me ju përgjigj. Këta xhami se dinë ma mirë. Si del një pengesë? Që ne patëm mundësi na dul një pengesë shumë e madhe, na dul një jo problem i vogël. Mirë, po qasja e fituesit është tjetër. Thot, okej, kjo po ndodh për diçka më të madhe. Për humbsin thot, u shkatru bota.
krejt shkojnë ndresht mallku. Se e dhel pra kur se në mbrin rushin thot i thartë. Pse? Për shkak se shef për pozicionit qysh me shfrytzu, qysh me vjedh, qysh me qeni gjinshëm e gjinshëm. Ama në fund marrën me bot kuptim jo të qartë për lirin, kjo është temë e posaçme që duhet me zbërthy ne, do të përgatit krejt ne, me diskutu çështjen e lirisë. E tash do ta përfundojmë me krejt kjo. Po këtë mujë me futet dhe gjëra tjera, të mujë me futet dhe atribute tjera, me realizu qysh me ndonë hupsi, si me ndonë i fitusi. Nuk ndalet në këto katër, unë i kom zgjedhur këto katër, po nuk ndalemi këtu. Gjithmonë duke u nis nga vizioni dhe besimi. E tash, për me kuptu, ose, se të mire me vesh, nuk ka asi njeri që është vetëm humse dhe vetëm fitus. Ne këtë kemi qenë diku këtu. Mirë, po gradualisht, dëpërtojmë, duhet me dëpërtu, kjo është qëllimi i jetës. Ha? E tash, për me kuptu më mirë këtë ndarje, për me kuptu me njoft vetë vetën ku jemi, unë jem nisë për një nocionit. Edhe këto e keni, do më thënë, se unë marrë shembuj nga shumë autor, nga shumë libra, mirë po, në atë analizë, në atë filozofi të kundrimit fenomenave, dukurive, linë diçka që është edhe e imja. Edhe këto i keni, jam nisë për një nocionit vetë menaxhimi. Me menaxhu vetë vetën. E tash, këto vetë talom këtu, ëjën e kemi varësisht ku e përdorim, ku se përdorim. Hajtë ta shohim tash prej këtij nocionit për me kuptu a e vetë menaxhojmë vetë vetën me parashtesën vetë të zbulojmë nocione tjera. Të parën unë po e them, vetë vlerësimi, bravo, vetë kontrolla, hajde shtashti, vetë punësimi, sa bukur, hajde. Ata në fund të vendosë, po, me vendos vetë, që ashtu është që vetë ti ngarkum shumë. Hajde, besim, qëllo me të parën, vetë, vetë besimi, jo, nuk dijet, ba nuk e di, vetë është daja, ma të shojë, ma, hajde, vetë, hajde, ata shofim kreacionin e, shëve, fjala si fjalë është atribut që ka qenë Zoti, krijuesi, fjalën. Mandej fjalës ja kanë fut kuptimin. Fjala është kodi i krijuesit. Hajde tash ta shohim me vetë përjashtimi, çashtu. Vetë vrasja, kuku. Vetë vrasja, hajde. Vetë vetja, që ashtu, a je vetë vetja, apo vetë, a je tjetri. Hajde. Vetë korrigjohem. Qysh? Dije. Vetë? Dije. Hajde. Vetë mohimi, e thamë.
Kemi edhe antitezën, domethënë e mira dhe keqja, kemi vetë mohimi, vetë sakrifica, Dhe financimi. po, krijimi, vetë kriju, me kriju. Hajde tjera. Vetë vlerësimi, që ashtot, që ku i kemi. Nëse nuk e vetë vlerëson vetë vetën. Domethënë shive, kjo niset nga vetë, nga unë, se cili për vetë vetën, nga ju, se cili nga vetë, më varësisht nga atributet e veta, t'jujat, e shifni vetën në këtë grup apo në këtë grup. Hajde, kemi edhe tjera. Vetë iniciativa. Vetë iniciativa, bravo. Vetë iniciativa. Vetë korrigjohem. Si? 4 ka për fundi, 4. Po, okej. Unë mundona mi mush fletën ma shpejt. Hajde. Vetë punësim. E kemi po, vetë punësimin e bëm, vetë krijim, krijoj po, tjera, vetë ushqehem, Tani do të shumë. ha? Po dalin po vetë, po qysh, atash, po dhe, do krete, vetë. Vlerësimi i vetvetes. Kemi për të vlerësimin, jep gjithçka. Kur ne nuk kemi vlerësim ndaj vetvetes, ne jemi mediokritet humbës apo jemi fitus? Dihet. Vetë vlerësimi është antiteza, vetë jo vlerësimi. Duhet me qenë totalisht mëse mi dasht vetë vetën, për me pas qasjet i të humësit. Ose pramë mëse pas vetë kontrol. Vetë mos kontrol. Aty s'kemi, shifni, kur t'i analizoni njerëzit, si t'i shifni, a janë debate televizive, a i kinin familje, a ku doj, vetëm shiqoni, a është hups, a është fitus, në bazë të në parametrave, edhe në bazë këti nocionit. Shka është vetaj? Po. Ata mu shumë flecën se vjedha do. Haj, vjedha, hajde, mushim, vish mirë. Vetë realizim, Vetë realizim, vetë zbulim, vetë udhëheqje, vetë zbulim, vetë pohim, vetë moje me shkrum, vetë udhëheqje, me vetë menaxhim, kur thash me menaxhim, respekt edhe ke, vetë vlerësim, vetë respekt. Po, sinonime. Tjetër, vetë zbulim, tjetër, vetë përmirësim, vetë përmirësim, vetë mbrojtje, vetë mbrojtje, bravo! Vetë, e ki prejkë qëta shti, prejkë, në tel. Vetë mbrojtje. Shtet i vogël, ne nuk mundemi kur gjo me bo. Po, neve duhet me na mbrojt NATO-ja. I vogël, hups! Ma i vogël si Izraelis, ku po, në masë janë shqiptarë ma shumë, nësi kombi jemi shumë kombi fort, shtetin se kemi të fort. Pse? Vetë mbrojt, e me dhejmë, hajt tjetri. Po për këto 20 sa vjetë, është dashtë më po shtetin numër 1, në region, më na pas frigën që vikna, kur të fryjmë, më kap tsunamin këshillëk. Dhe kur ta këthen kryt një herë me shviqiqimin, për shkak se ne kemi pas etje të madhe me qenë
Për shkak të historisë. E tash nuk e shef si vetë më mbrojt, hajë se tjetri, po tjetri si ti ndron interesi, vish kur ta shef ti, shkoj territori. Që shtu në ka ndodhë, si komp. Pse? Mentaliteti i humë, si së mundë mund. Sa kur tjeti me mentalitet, vetë mbrojtje, po, vetë krijimit, po, vetë armatimit, ti krijon, po shoh do drona, po, tash, po. Zoti neve na ka thonë, si njerëzi, edhe ne mujim, vazhdimisht, përmes tyne atributeve, me bo diçka t'jashtëzakonshme. Qasja jonë ndaj kësaj, qëndrimi jonë ndaj këtyne fenomeneve, e përcakton suksesin tonë. E pam ne ose se pam, e shofëm apo nuk e shofëm. Po vetë vlerësimi më i madh ndodhen në momenti kur jemi të vetëdijshëm dhe kur ulemi pi një kafe, e shohim tash në atë mes, a është mes mediokritet, a është mes cili ka nevojë me dhon, por ne kemi nevojë edhe me marr. Nuk mundesh me dhon diçka që s'ki. Jeta është merr, jep, marrë, dhanje. Gjithmonë duhesh me marr pak më shumë, se sa qep për me pas diçka me met për me jetu. Ama vetëm me marrë se ekziston, edhe vetëm me dhonë nuk ekziston. Unë e kom analizu vetë-vetën në bazë të pyetjeve që kom bërë tjera, unë e marr verdiktin për tjera, kërkojmë një sinqert, dhe ti je shumë, definicioni është të mënë, je shumë i ashpër me vetë-vetën. A vëdi? I ashpër me vetë-vetën, dhe më thonë me qenë shumë i ashpër, mi dasht pak më pak, dhe më thonë me kërku si ushtar me jetu, vazhdimisht me dhonë, vazhdimisht me sakrifikua, po kupton? Me qenë i ashpër, jo duhet mi dasht pak më shumë vetë-vetën, për shkak se ajo, nëse një ditë e qoj kotë dhe më duke se kom punu sa duhet, unë nuk jam i kënaqur. A është, tepura dhe nuk është mirë. Ajo nuk është vetë vlerësim, është as nuk është vetë sakrificë, po është ma tepër, po, vetë qërtim pak ma i ma. Vetë dënim, që apëshet dullun edhe, po. Zguzojmë me qenë edhe tashpër, shumë, pëse aja është përsi, mandej përcillet edhe të tjetër, se si sillesh me vetë-vetën, ti mendon se edhe tjetër duhet me bëhet, njëjtën punë dhe kërkesat mund me qenë ashtë të mbaje sa të qojnë durt njerëz për tjetër dhe lese ky krejt ka lujt. Okej, mendoni rreth kësaj, mirë që po regjistrohet, edhe rreth këtyre parametrave, ne mujmë me zbërthy, edhe më thellë, mund bisedojmë edhe për këtë çështje, edhe mund ta zgjerojmë nesër me mendimin ton politik. Mirë po, shumë rëndë është se mujmë ardhje të keq kuptimet. A kupton? Po. A di? Nesër aty ka të debatues që s'kan vetë kontroll, po s'ka lidhje. Faleminderit për vëmendjen.